kam ardhur të them, edhe të mirat e tua, edhe të këqetë e tua, se të kam dashur vërtet. Dhe kam menduar vërtet se kam një njerëz që më mbështet kokën. Dhe kam kërkuar një përqafim me detyrim, e kam kërkuar nga ty, se e kam ndjerë. E kam ndjerë të vërtet, por jo, ke qenë pabes. Dhe tregojnë në mënyrë konsistente. Me personat pabes, tregoj me pabes, më vjen keq. Me personat të pabes nuk tregohen me bes. Po do tregoj vetëm me mua. Ti nuk di ndërtosh marrëdhënie me asnjë. Po nuk di, ta thash, po ta thash që s'di, qa me ba, nuk di. Ti e ke treguar dhe ta po e vërtetove dhe e pranove që te nuk di të ndërtoj marrëdhënie. Uroj me shpirt që kjo eksperiencë të ndihmoj dhe të ndikoj dhe të mësoj se si të ndërtosh marrëdhënie. Ke frikë ose? Ke frikë të kesh marrëdhënie. Vazhdon dhe vërtet një gocë 20 sa vjeçe. Nuk e di se sa vjeçe je, nuk e di. Edhe 100 u fort, edhe 100. Që nuk ka ndërtuar një marrëdhënie dhe thotë nuk kanë përjetuar dashurinë. Uroj ta përjetosh sa më shpejt. Uroj ta përjetosh dashurinë me shpirt, me shpirt. Jo me marrëdhënie falso, jo me marrëdhënie falso. Me shpirt. Unë nuk jam afruar kurse si për marrëdhënien që ka menduar dhe hipotezuar. Që ka hipotezuar, unë kam marrë këtu si Kristi, do dalë si Kristi, dhe kam ardhur për ta fituar këtë zonë. Nuk kam marrë këto. Unë nuk kam marrë për të lidhur as me ty, nuk kam ardhur për të lidhur as me Selinën, as me Selinën, as me gjë. Nëse më pëlqen po, nëse ka një gotë që mua më pëlqen në mënyrën se si sillet, në mënyrën se si është konsistente është Selini. Më pëlqen ajo gotë. Disi të vi, ajo disi të vi, disi të vi. Dërsa ti vërtetove që di të mohosh vetëm marrëdhënie. Ajo e keni tregu ftyrën, a di pse pëlqen Selini, se keni ftyrën e njëjtë, a kupton, e keni ftyrën e njëjtë. Ajo gota është djegur nga një person që është dyfishi i moshës së saj. Është djegur, është shkatëruar karriera e saj. Çat pëlqen se është djegur, çat pëlqen? No, mua vjen keq për atë. A vjen keq se është unë djegur? vërtet jam me këtë. Po. Jam me këtë këtu. Jam me këtë. Se u kam marrur të tërëve duke u folur në sy çfarë mendoj, pa i prekur as moralisht, pa jo prekur as në familje, pa jo prekur as në situata jashtë. As se kam bërë kurse si. Më thuaj një rast ku e kam bërë. Më thuaj një rast. Kur ka prek familjen jashtë. Më thuaj një rast. Po ma thuj ti mohon marrëdhënien që ndërton këtu brenda. Çfarë më të presë kundrejt teje? Kë konsistencë mohimin e marrëdhënies. Kaq, baron. Ti mohon marrëdhënien me Mateon. Është një marrëdhënie që ka ndodhur jashtë. Dhe erdhi këtu dhe u bë pjesë e shtëpisë dhe ti thua vetëm 4 mesazhe, ndërkohë jo, janë me qindra mesazhe, është një takim, është një puthje që ti po e mohon. Ja pra, ti mohon dhe marrëdhënien jashtë. Kaq, baron. Jo, por ama janë dy versione. Dhe mua më lindë drejta të mendoj për këtë tua,